Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton 6.7 miliardë euro për buxhetin e vitit 2026. Pro ti votuan 71 deputet dhe 14 ishin kundër. Në buxhetin e vitit të ardhshëm të ardhurat totale janë projektuar në 6.1 miliardë euro, kurse shpenzimet në 6.7 miliardë euro. Deficiti buxhetor është planifikuar në 638 milionë euro ose 3.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Për investime kapitale janë projektuar 658 milionë euro. Pritje të rritje e prodhimit brendshëm bruto me 3.8% dhe inflacioni në nivelin 2.5%. VMRO DPMNE, shumica qeverise në Maqedoninë e Veriut e vlerëson buxhetin si europian. Ky buxhet ka disiplinë financiare, faturim elektronik, taksa minimale globale, reforma sistemore, tha mes të tjerash deputeti VMRO DPMNE-s Javan Jauleski. Ndërsa Jovan Mitreski nga LSDM-ja, opozita maqedonase vlerësoi se niveli i investimeve është fyrje për vetë fjalën kapitale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreth 2.076.000 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi listën e votuesve brenda dhe jashtë vendit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është rreth 77.000 dhe janë rreth 7.000 votues më shumë se në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor 2025. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 qendra votimi. Kategoritë e dalja nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës përmes një video mesazhi u kanë bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën organizuar më 13 dhjetor në orën 13 në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Në një deklaratë për opinionin publik, organizatorët shprehen shqetësim lidhur me komentet e zyrtarëve maqedonas për formimin e një shtabi krize. Organizatorët theksuan se protesta është planifikuar në koordinim të plotë dhe nuk ka prapavijë partijake. Ata gjithashtu ju bën thirrje institucioneve të shtetit Maqedonisë së Veriut të ruajnë profesionalizmin dhe të mos e politizojnë të drejtën kushtetuese për tubim dhe protest. Në të ngrihen e së bashku për të mbrojtur nderin, dinjitetin dhe të vërtetën e luftës son të drejtë. Së bashku për drejtësinë, së bashku për UÇK-n. Bota. Kroacia i bashkohet forcimit të kapaciteteve ushtarake. Ajo nënshkroi një marrëveshje me Gjermaninë për blerjen e 44 tankeve Leopard 2A8 gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plenković në Berlin. Pas ceremonisë së nënshkrimit, kancelari Friedrich Merz shpreu mirënjohje për vendimin e Kroacisë. Das war nie wichtiger als heute. Es zeigt sich, wir stehen zusammen in der Europäischen Union und in der NATO. Es zeigt aber auch, wir haben die Mittel, um auf aktuelle Bedrohungen durch Russland und andere auf unsere Sicherheit und unsere Integrität zu reagieren. Kjo tregon se ne qëndrojmë së bashku në BE dhe në NATO, por gjithashtu tregon se kemi mjetet për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale nga Rusia dhe të tjerat ndaj sigurisë dhe integritetit tonë, shtoi Merz, ndërsa kryeministri kroat Andrej Plenković theksoi rëndësinë e blerjes së tankeve të përparuara Leopard për vendin e tij, duke vënë duke se Kroacia do të vazhdojë të modernizojë forcat e saj të armatosura duke përfituar nga programet e mbrojtjes të sapo krijuara të Bashkimit Evropian dhe duke ndihmuar në përpjekjet e përbashkëta të mbrojtjes. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.